Për ata që e njohin pak ventriloquizmin, cila është tradita e tij, sa profesionist apo njerëz të këtij arti ka aktualisht në botë, se në dijenin time janë shumë pak apo jo? Shumë pak janë. Në fakt, kulmin tani e ka në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara janë duke u bërë shfaqje masive në lidhje me ventriloquizmin dhe janë shumë të pakta ata që e praktikojnë këtë lloj show, sepse kërkon një investim në, le të themi, në personazhe, në kukulla apo në çfarë duam ne si ventriloquist të vëmë në pah në atë moment që japim show-n, janë të kushtueshme si materiale, gjithashtu është edhe teknika, që nuk është aq e thjeshtë, pra nuk mund të bësh një personazh brenda ditës dhe nxore për audiencën, duhet pak më shumë investim te kjo pjesë.